Në muajin shkurt do të nisë ndërtimi I linjës unazore 110 kW të furnizimit me energji në jugun e Shqipërisë. Ky është një nga projektet më të mëdha të financuar për Shqipërinë nga Gjermania. It is a soft loan. Gjermania mbështet ndërtimin e linjës 110 kW të energjisë në jugun e Shqipërisë me një kredi prej 49 milionë euro. Ky është një nga projektet më të mëdha të asistencës financiare në historinë gjermano-shqiptare. Punimet e kësaj linje do të nisin në mesin e muajit shkurt dhe pritet të përfundojnë brenda vitit. Nga kjo linjë energjetike do të përfitojnë qindra mijëra qytetarë shqiptar dhe biznese fal furnizimit me energji elektrike. Projekti do të realizohet nga kompania fituese e ndërtimit të kësaj linje Energo Invest, e cila nënshkroi marrëveshjen e bashkëpunimit me operatorin e sistemit të transmetimit. Drejtori I OST-s Arben Ibro u shpreh se ndërtimi I linjës 110 kW në jugun e Shqipërisë do të ketë një impakt pozitiv në zhvillimin e turizmit. Është një projekt që ka për bazë që të ndërtojnë rreth 245 km linja ajrore, do të jap një impakt shumë të rëndësishëm në sigurinë dhe cilësinë e furnizimit me energji elektrike për komplet zonën që unë përmenda, duke përfshirë dhe në bregdetin e detit jon, siç është një nga zonat më atraktive të Shqipërisë për zhvillimin e turizmit. Drejtori I Energo Invest ka premtuar se projekti do të përfundojë brenda afatit të përcaktuar. Është nder për ne që kemi fituar këtë tender me një konkurrencë kaq të madhe nën kujdesin e qeverisë gjermane. Në këtë projekt do të bashkëpunojnë edhe kompani shqiptare. Do të përpiqemi që së bashku ta kryejmë sa më parë këtë projekt. Punimet për ndërtimin e linjës janë ndarë në 2 lote. I pari përfshin linjën bregdetare Sarand-Vlorë me një gjatësi prej 105 km, ndërsa loti tjetër do të kalojë në pjesën juglindore të Shqipërisë, Korçë-Përmet-Tepelen.